Unë kisha pas dëshirë që këta me mri një marrëveshje politike. Mirë, po me këtë llogaritje cilën e kanë bo edhe zoti Kurti kështu testomni, kjo nuk është hajgare. Për arsye se të gjitha partitë i shoqojnë interesat e veta. Pse nuk ka mos gjithë, mendoj si pas mendimit tem qofse nuk ka marrëveshje politike, për arsye se shumë e kanë thonë partitë shumë thjesht. Asnjë në qoftë se do të shkojmë në një krizë më vonshme ku vjen zgjedhja e presidentës, zoja e cila është propozu, Haxhiu ka me lujt rolin e presidentës. Askusht, do më thonë, është, dhe kështu nuk e dojnë. Zoja Haxhiu është një figurë polarizuese, e cila jashtëzakonisht ka pas çdo parti, sa duket, ajo është një aktiviste e devotshme, faktikisht e vetëvendosjes, ka bo dhe më thonë gjitha se qka, për këtë arsye dhe zoti Kurti edhe e ka propozu natyrisht e ka dho kontributin e vetë t'jashtëzakonshëm në VV, po nuk ka një marrëdhënie të mirë me parti tjera, po kemi edhe emra tjerë të cilët janë më të pranueshëm. Natyrisht nuk mundet opozita me e propozu, urdhë? Shembull. E ka propozu Zojën Selimi, e ka propozu Bukujit. Glauku ka qenë... Jo, Glauku ka qenë një duhet me thotë të drejtën. Është një politik pranver, nuk ndryshon në vetëvendosje. Aty këtu mund me ndryshon, do të ndaj fjalor në fjalë. Kryetarët e partive Sigura Musharadina i ka thonë që nëse ndrohet kandidati do ta votojë. Nuk do mendon ndryshe pas një. Po nuk ka ne dallim Albolena ajo ndëgjam. Tash unë nuk jam kryetare e partisë, ato i kanë thonë kryetarët e partive, unë vetëm po përsëris se çka po thonë. Edhe nuk dojnë me lënë me qenë për një kohë presidentin nëse ka me ardhur deri te një blokadë dhe nuk ka me pas. E qartë, po këtë më shumë procedurale sepse këtu nuk ka një marrëveshje politike dhe ne të gjithë dimë që problemi është po të gjithë dimë që problemi është politik se s'ka marrëveshje. Ata merr mendje aty krahas kësaj çështjes procedurale të zonës Haxhiu edhe të votimit të kryekuvendar. Cili koalicion ta merr mendja që mund të bëhet